Pak qetësi, lutem. Nuk ka audio, domethënë, në sallë që mund të dëgjojmë pas, kështu që do doja që të kishim qetësi maksimale. Do thotë për shpërngimat apo çfarë. Mundemi të evitojmë sa më shumë herë që të dëgjojmë, edhe mësuesit që janë poshtë të dëgjojnë se çfarë do ndodhi këtu. Okej. Plotësim edhe çiklis prezencat. Kështu që keni këtu akoma të ndodhi për Kush janë liderat e skuadrës? Kush janë liderat e skuadrave? Abazi? Si kemi? Skuadra tjetër? Edhe diçka tjetër, kemi hequr telefonat. Okej. Po pse se mbani më numrin? Do i kesh blerë së fundi, me siguri. Tani nëse keni mbaruar punë me telefona, të gjithë telefonat tuaja dorëzojmë dyshave që keni poshtë. Fleta, shënime, telefona, i heqim që gjitha. Atëherë, heqim telefonat, çnimet, çka kemi me vete, kopjet sidomos, janë akoma dhe më Leme dhe debatet me njëri tjetrin, diskutimet përqendrohen. Gjatë kohës së përgatitjes, si mos keni përplasje me njëri tjetrin si skuadra, duke që si jeni në të kushte që jeni shumë afër, mos spostoni te kjo zona këtu, secili grupi flas. Se keni hapësira mbrapa. Gjatë kohës përgatitore, jo tani. E dini që ka një kohë përgatitore? Sa minuta është? Wow. Jo, Po të solu, se ti numrin e telefonit se femër, kjo është e rëndësishme.
ketë edhe disa shkolla që nuk kanë qenë vazhdueshmërisht në kampionat. Ndaj un kam kënaqësinë sot që të jem për herë të parë në Tepelen me një rikthim me shkollën Abbas Sheu nga Tepelena, një duar tërkitje. Dhe nga ana tjetër kemi mirëpritur edhe shkollën e Përmetit Sami Frashi që po kështu rikthehet në kampionatin kombëtar të debatit, një duar tërkitje edhe për ta. Dhe nga ana tjetër dua të falenderoj padyshim ata që bën të mundur realizimin e këtij projekti, që është organizata Liburnetik në radhë parë, por edhe projekti i Gizelbenia, BE për ekonominë qarkulluese dhe qytete të jetueshme, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Po kështu, dua të falenderoj edhe Bashkinë e Tepelenës, e cila na ka hapur dyert për të qenë sot këtu në Pallatin e Kulturës dhe për zhvilluar këtë kompeticion kaq të rëndësishëm që ka të bëjë pikërisht me zhvillimin e mendimit kritik. Kështu që një duar tërkitje edhe për Bashkinë. Dhe nga ana tjetër dua të falenderoj edhe trupin gjykues që ka ardhur sot për të bërë vlerësimin e këtij debati, Eliverta Muço, pjesë e organizatës Liburnetik, prej 8 vitesh tashmë pjesë e trupës së gjykatësve, po kështu kemi Qamile Cacën, asistent pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale, Departamenti Filozofi, dhe nga i njëjti departament është edhe Eugena Gjoka, po kështu asistent pedagoge e Departamentit Filozofisë. Faleminderit dhe juris. Dhe nuk do të anashkaloj për të mundur edhe përgatitjen tuaj dhe që na kanë hapur dyert si gjithmonë për të qenë pjesë e kampionatit, që janë mësuesit, koordinatorë, ndaj dua një falënderim të veçantë edhe për to, duke Mirë, do të fillojmë këtë debat parë, i cili është debati i skuadrave. Në këtë përballje do të kemi të 8 antarët protagonistë, ndaj të 8 duhet të flasin. Nuk ka pikpyetje apo pyetje nëse mund të flas 2 herë apo 1 herë, apo a mund ta marrën të drejtën për të debatuar, sepse këto janë rregullat e lojës dhe ne duhet të jemi sa më të drejtë për drejt edhe transparent për t'i respektuar ato, duke mos anashkaluar edhe ndërhyrje por replikat në mënyrë direkte. Ndaj është shumë e rëndësishëm që neve të dëgjojmë parafolsin, të kemi një dëgjim aktiv në mënyrë që t'japim një përgjigje dhe një argument sa më konstruktive dhe sa më të drejtë dhe të logjikshëm. Që do të thotë, nëse unë flas për ujin, ju duhet flisni për detin, nuk mund të flisni për rërën, apo jo? Për dheun më saktë, se rëra është afër detit, apo jo? Okej, mirë, do bëjmë përzgjedhjen e temës, kështu që do të ftoj Abbas Sheun në këtë rast, meqense janë dhe mikpritësit, për të përzgjedhur. Më falni, temën e parë për cilën do të diskutojnë grupet. Kush do vi nga ju? Po ma asnjëherë nuk çohet lideri, edhe si është ky mohabet, apo jo? Do respektojmë grupin. Atëherë kemi 2 zarfe. Nuk ka zarf të kuq të zi. Ka vetëm zarf gjyrpana. Urlo. Nderi për ty. Do lexojmë temën? Rëndësia e riciklimit, apo bëjmë mjaftueshëm? Besoj temën e keni të qartë, të lutem apo? Mund t'ulesh, faleminderit. Hajde. Te ky glob i vogël do të zgjedhim tani edhe qëndrimin që do të mbajnë 2 skuadrat në debatin e parë. Shkolla Sami Frashi nga Përmeti do të mbajë qëndrimin. Kundër. Për çështje transparencë do hapim edhe këtë tjetra. Pra. Faleminderit, keni 7 minuta kohë përgatitore.
do ta japun tani. Jemi gati? Do të fillojmë debatin e parë, debatin e skuadrave. Debatin ku secili nga ju duhet flasë, do të filloj grupi që mban qëndrimin pro, në rastin konkret shkolla Abbas Shehu, e cila përmes shortit ka arritur të qëllojë në shenjë dhe të marrë këtë pozicion, që jo gjithmonë është i favorshëm, sepse varet gjithmonë nga tema. Mund të filloni nga ky moment. Atëherë, unë jam Daniela Kasto, nxënëse e gjimnazit Abbas Shehu të Belen. Okej, si fillim po them çfarë kuptoj unë me termin riciklim. Riciklimi është kthimi i gjërave në gjendjen e mëparshme që ato kishin. Dhe argumenti që unë kam mbrojtur për këtë temë është riciklimi ndihmon në mbrojtjen e mjedisit nga ndotjet. Siç ndodh rëndom në Shqipëri, ne zgjedhim të groposim, të djegim mbetjen në rast se të riciklojmë ato. Nga të dhëna statistikore që unë kam vënë re, është se 450 vjet i duhen një plastike që të kthehet sërish në gjendjen e mëparshme dhe ne nuk zgjedhim të bëjmë këtë gjë, por zgjedhim të bëjmë që atë ta ndotim mjedisin duke hedhur atë në lum apo në det, në një vend ujor. Në këtë rast ne e ndotim mjedisin ujor dhe në Shqipëri, pikërisht në vendin ku ne jetojmë, si për shembull në lumenjt Luna apo Erzeni, janë pikërisht të ndotur për këtë arsye sepse është një riciklim jo i duhur. Përshëndetje, Pamela Pashollari. Do të falenderoja fillimisht për pjesëmarrjen në një aktivitet të tillë dhe sigurisht që e vlerësoj mendimin e skuadrës kundërstare. Atëherë dëgjova me vëmendje argumentin tuaj. Riciklimi është një nga paketat më të rëndësishme dhe është diçka që nuk më ta mohojmë, por a duhet jetë ky fokusi jon kryesor? Duke parë zhvillimin ekonomik të vendit tonë dhe duke marrë parasysh se jemi një vend liberal i cili tashmë prej 3 dekadash kemi hyrë në demokraci, por kemi një vështirësi të madhe ekonomike, mos harroni se nuk duhet jetë riciklimi fokusi jon primar. Megjithatë, ne jemi duke i kushtuar një rëndësi relativisht të konsiderueshme. Po sa e drejtë është kjo gjë? A ka pasojat e ne? Sigurisht që po. Këtu hyn pikërisht ndotja sekondare, e cila shkaktohet prej teknologjisë ende të paavancuar. Ndotja e ajrit prej gazeve, si dioksidi i karbonit, votë që janë komponentë organik të pashëndrueshëm, janë disa nga faktorët kryesor. Pra nëse ju thatë se ne nga njëra anë po e mbrojmë natyrën, në fakt ne jemi duke dëmtuar sërish sepse dhe industritë e riciklimit çojnë mjaft gaze që janë shumë të dëmshme. Përveç ndotjes së ajrit, sigurisht kemi edhe ndotjen e ujit, nga pastrimi i materialeve të cilat janë të ricikluara, nga larja e tyre. Ju thatë që riciklimi ka ndikime negative në mjedis, por unë do të mbroj këtë argument që riciklimi gjeneron të ardhura për familjet dhe komunitetet. Në disa raste shitja e materialeve të riciklueshme ka gjeneruar të ardhura për familjet dhe komunitetet në nevojë. Si për shembull në qytetin e Beratit, ndarja e mbetjeve ka gjeneruar të ardhura nga shitja e kartonit letër ose materialeve të riciklueshme. Pra unë mendoj se ka një ndikim shumë pozitiv në gjenerimin e të ardhurave dhe në mjedis. Atëherë përshëndetje, unë quhem Branko Shehati dhe përfaqësoj këtë mendimin kundër. Atëherë ju thatë që kjo veprimtari në industrinë e riciklimit po ndihmon në rritjen ekonomike duke ofruar mundësi të reja për të ardhura. Mirë, po këto janë shumë të vogla dhe mendoj se janë fare pak efektive nga që janë mbledhje informale dhe nuk ka paketa qeveritare të cilat e garantojnë këtë në rrugë ligjore. Dua të them se procesi riciklimit si moto i detyron konsumatorit dhe i thotë që mos haro të riciklosh, riciklo. Ndërkohë që kompanitë prodhojnë ditë për ditë tonelata ambalazhesh plastike të panevojshme dhe një përdorimshme. Krahasuar me veprimtarinë në këtë industri që bëjnë konsumatorët duke ricikluar, është fare papërfillshme, pothuajse sa një pikë në oqean. E gjithë bara bie mbi këtë konsumatorin, kurse kompanitë, të cilat Atëherë përshëndetje, unë quhem Eva Beca. Unë patjetër këndroj temën pro. Atëherë ju thatë se konsumatorët, domethënë, kanë një rol shumë të rëndësishëm dhe nuk janë marrë masa. Por
por në fakt ka shumë supermarkete, si për shembull supermarketet si Spar dhe Konad, të cilët ofrojnë qeste që janë të biodegradueshme, pra nuk janë aq të ndoshme për mjedisin. Dhe kjo është një gjë pozitive, pra janë marrë masa, ka disa institucione shumë të rëndësishme që ndikojnë në popullat, të cilët e përkrajnë riciklimin dhe janë pro saj. E respektoj mendimin të ndera, por zakonisht kompanitë në Shqipëri kanë tendencën që 40% të mbetjeve të tyre ta eksportojnë në shtetet si Turqia dhe Afrika Perëndimore, duke shkaktuar thjesht një mbulesë të problemit në vetvete dhe jo zgjidhje të problemit të riciklimit dhe të mbrojtjes së natyrës. Pra, si një shqiptare do doja shumë që të thoja që ne po bëjmë mjaftueshëm, por kjo nuk është e vërtetë, sepse sipas studimit të Basel Network Studio në 2023 ne mund të dalim që 30% e gjithë këtyre mbetjeve shkojnë drejt këtyre vendeve dhe nuk është një pamje e mirë për kompanitë në vetvete. Përshëndetje, unë quhem Melina Bushi. Një argument pro është se qendrat e riciklimit ofrojnë më shumë vende pune. Një fakt thotë se në BE 1.2 milion njerëz janë të punësuar në këto qendra. Nëse në Shqipëri hapet një qendër e tillë, mundësitë për punësim do të jenë më të larta dhe kjo do të sjellë gjithashtu një ekonomi të zhvilluar në vend si dhe në menaxhimin e objekteve. Atëherë përshëndetje, unë jam Kristina Ferrati. E vlerësoj mendimin tuaj, por nuk bie dakord me ju. Është e vërtetë që mund të hapen qendra të tilla, por këto qendra mund të sjellin edhe shumë efekte negative të tjera, siç mund të jenë edhe ndotje të ajrit apo të mjedisit. Thënë kjo, bashkëngjitur edhe me argumentin tim se kompani të ndryshme sot po përdorin dhe si justifikim edhe riciklimin, pra për një konsum të tepërt. Pra po prapet edhe një fenomen i quajtur si greenwashing, i cili vë në tekst riciklimin, por nga njëra anë do të sheh edhe këto dëmet reale që ndodhin. Për shembull, si mund të marrim edhe kompani të ndryshme firmash, industri mode, si H&M apo Levi's, të cilat promovojnë një modë të qëndrueshme, por në fakt ato do të riciklojnë vetëm 1% të rrobave të tyre në fibra të reja, kurse pjesa tjetër përfundon ose në landfille ose digje. Edhe për pjesën e plastikës, vetëm 9% e plastikës globale sot do të riciklohet, ndërsa pjesa tjetër ose përfundon në oqeane ose sërish përfundon në landfille. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Algesa Laska. Ju thatë se shumica përfundon në landfille ose diqet, por mendimi im është që riciklimi redukton vendosjen e mbetjeve në landfille, sepse duke u grumbulluar atje nuk sugjerohet, sepse është një vend që detyrimisht edhe mbetjet janë në nivel shumë të lartë dhe nuk sugjerohet. Duke i ricikluar ne shpëtojmë jo vetëm mjedisin, por shpëtojmë edhe jetëgjatësinë e tyre. Përshëndetje. Unë jam Endri Zaimi dhe jam mbrojtësi i temës kundër. E respektoj mendimin tuaj, por unë mendoj se ne si shtet nuk po bëjmë mjaftueshëm për riciklimin, pasi nuk kemi qasur ende disa standarde europiane në lidhje me të. Vërtet ne marrim shembuj në shtetet më të përparuara se ne, siç janë Gjermania, Italia, por ne nuk kemi marrë ende masat që ajo ka marrë në lidhje me formulimin e ligjeve për riciklimin, në lidhje me zhvillimin e trajnimeve, me dhënien e informacioneve për popullin edhe me një caktimin e një buxheti vjetor për riciklimin. Në qoftë se këto standarde europiane nuk aktivizohen edhe në vendin tonë, atëherë riciklimi nuk do të ketë kur mbarvajtjen dhe rëndësinë përkatëse. Përshëndetje, unë jam Samina Beta. E respektoj mendimin tënd, megjithëse unë jam kundër, sepse pasi thatë edhe ju thoni se vendet e tjera kanë një qeverisje apo një program më të efektshëm në lidhje me riciklimin, po unë mendoj se duke qenë se ato kanë pra riciklimi gjithashtu është i rëndësishëm për shkak të ruajtjes së energjisë. Dhe energjia është shumë e rëndësishme, sidomos në kohën që ne po jetojmë tani, ku teknologjia është shumë më e përdorshme, dhe riciklimi i disa mbetjeve të tilla si plastika, letra apo qelçi kërkojnë më pak energji për të ricikluar sesa për të prodhuar nga lënda e tyre e parë, e cila kjo energji do të ishte e barazvlefshme me energjinë e nevojshme për një televizor për të punuar për rreth 6 muaj.
Përshëndetje Samina, unë jam Stefi Sadiku dhe doja të thoja se e respektoj mendimin tënd, por jam pjesërisht dakord me të. Po, është e vërtet që ne mund të përfitojmë një pjesë të energjisë në rast se riciklojmë, por do thosha se jo të gjithë materialet janë të riciklueshëm. Dhe përkundrazi, kemi shumë materiale të cilat ne nuk mund të riciklojmë dhe po marrim një shembull, po marrim plastikat. Shumica e plastikave, duke qenë se plastikat janë të shumëllojshme, shumica e tyre nuk mund të riciklohen. Dhe si rezultat, këto mbetje plastike që janë mjaft të dëmshme do përfundojnë në landfille, ku ne e dim situatën në Shqipëri, e cila nuk ka teknologjitë e duhura për landfille dhe shpesh herë ato do mund të digjen. Dhe duke u djegur ato, do emitojnë shumë gaze ndotëse për mjedisin. Faleminderit. Atëherë unë jam Kristofor Shumeli. E respektoj mendimin tënd, por jam kundër, sepse ne duke ricikluar një letër shpëtojmë një pemë. Duke ricikluar një metal kursejmë minerale të çmuara. Për shembull, për të prodhuar një ton letër nevojitet 17 pemë, por duke ricikluar asnjë. Prandaj për të ruajtur natyrën, riciklimi është zgjedhja më efikase dhe e duhur. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Irisa Mullara, respektoj mendimin tuaj dhe si grup në përgjithësi, por le të fokusohemi pak te tema dhe te fakti që ne nuk kemi kundër riciklimit në fundit. Ne jemi te fakti që ne nuk po bëjmë mjaftueshëm, sepse duke marrë statistikat e viteve të fundit, vëmë re që në qoftë se 10% e të gjitha materialeve duhet të riciklohen, në Shqipëri 50%, në Shqipëri bëjmë vetëm 10%, që jemi një vend që konsiderojmë të vemi në BE dhe me këto standarde ne nuk kemi fare të ku duhet, sepse ne po fokusohemi vetëm te fakti që riciklimi, ne dim se sa i mirë është riciklimi për ne dhe për të gjithë, por që duhet të bëhet në standardet e duhura dhe ne nuk jemi kundër që shiko se ne nuk duhet të riciklojmë, ne duhet të riciklojmë, por nuk jemi aty ku duhet me riciklimin, jemi shumë brapa. Përshëndetje, unë jam Manuel Vreka dhe e respektoj mendimin e gjithë. Ama unë jam kundër këtij mendimi sepse riciklimi është hapi i së ardhmes. Çfarë nga revolucioni industrial deri më sot 60% e mbetjeve të plastikës dhe gazeve dioksid karbonit të emetuara janë prodhuar vetëm gjatë 5 viteve të para të revolucionit industrial. Kjo do të thotë që për këtë mbetje që ne kemi duhet që të riciklojmë, sepse riciklimi është ajo që na çon para dhe i shkatron çdo mbetje të cilën ne kemi. Ju mund të mendoni se ripërdorimi apo reduktimi i mbetjeve është një zgjidhje shumë e mirë, ma mbetjet të cilat tashmë janë hedhur duhet që të riciklohen. Shumë shtete, për shembull si Gjermania, ka implementuar sistemin e fundit për shishet plastike. Gjithashtu shumë kompani si Toyota ose iPhone kanë zgjedhur që të përdorin produkte 100% të riciklueshme. Riciklimi gjithashtu ka nisur në Shqipëri. Apo bëjmë ne mjaftueshëm apo jo? Ne kemi që ta implementojmë riciklimin dhe në Shqipëri. Përshëndetje, unë jam Johanna Ramolli, siç u përmendeva më parë nga bashkëfolësit e mi, a duhet jetë riciklimi fokusi jon primar, po për sa i përket ndotje sekondare, po efikasiteti që ai ka në vendin tonë. Çfarë ndodh me eksportin e mbetjeve që ne po bëjmë, po me fenomenin e greenwashing? Atëherë riciklimi është një proces ende i ngadalë dhe i pazhvilluar në vendin tonë për mendimin tim, i cili do më shumë kohë, më shumë përpjekje, më shumë punë, më shumë vullnet, më shumë financim dhe gjithashtu më shumë edukim, si nga ana kulturore, si nga ana sociale. Dhe për sa i përket, duke marrë parasysh që kemi ende një rrugë tepër të gjatë para në këtë proces, mendoj se nuk jemi duke bërë mjaftueshëm dhe e them këtë me plot bindje. Faleminderit. Mirë, do të vazhdojmë debatin e dytë, debatin e liderave. Në këtë përballje do të kemi Emanuelin dhe Pamelën për një nga temat spontane. Hajde Emanuela. Pamela. M'fal, yes. Betet emër i bukur gjithsesi apo. Inteligjenca artificiale është një instrument i rëndësishëm në jetën tonë të përditshme. Faleminderit, mund të ulesh. Pra tema do të jetë, për ata që nuk e kanë akoma të qartë, inteligjenca artificiale është një instrument i rëndësishëm në jetën tonë të përditshme. Është e qartë? Okej. Bëjmë tani përzierjen e qendrës. Hajde.
Emanuel ose Pamel. Ku është globi? Ja. Po. Jemi pro apo kundër inteligjencës artificiale? Jo, kjo nuk është pyetje. Është ajo çfarë do trajtojnë dy liderët e skuadrave, të cilët mund të suportohen përgjatë debatit edhe nga pjesa tjetër e skuadrës. Kështu që mund të bani shtime apo qëroni. Po ta mbaroj një herë fjalën. Dëgjim aktiv kemi thënë përgjatë gjithë trajnimit. Sikurse po thoja, të gjithë anëtarët e skuadrës kanë mundësi që të suportojnë, pra të mbështesin me pak fjalë liderin e tyre, duke i kaluar informacione, studime, analiza gjatë ndërhyrjes që ata bëjnë ose gjatë ndërhyrjes që është duke bërë pala të themi kundërshtare. Pa bërë zhurmë normalisht, që do të thotë se cili ka një argument të tij edhe në këtë debat edhe në këtë temë dhe i sugjeron liderit të skuadrës. I përdor apo jo pastaj varet nga arsyetimi dhe nga strategjia që do ndjeki secili nga ata të dy. 7 minuta kohë përgatitore. Do të më bënte një pyetje. Po patjetër.
Përshëndetje, se këto mikrofonat punojnë. Hajde për një përshëndetje. Përshëndet nga kamera këtu. Përshëndetje, jemi Sami Frashëri. Shpresojmë që të marri një vlerësim epik të konsiderueshëm. Vesa diçka që do thuash ti. Ju dua më shumë. Okej. Jemi këtu me Pamela. Pamela është shumë e stresuar për debatin e dytë. Më fal, Pamela. 2 minuta kohë. Jo, ashtu se anë me kamera. Përshëndet kamera në telefonin. Jeni në regjistër. Jemi gati. Jemi gati? Emanuel, Pamela. Është rada juaj. Në debatin e dytë do të keni 4 ndërhyrje në total nga 2 minuta maksimalisht, që do të thotë shfrytëzojeni sa më mirë kohën tuaj. Nuk është i detyruar që të flisni 2 minuta, por nëse flisni aq më mirë, më shumë argumenta të ketë, aq më shumë mundësi pikësh do të ketë edhe për jurin që bën vlerësim. Do të filloj Emanueli që mban qëndrimin pro dhe do të vazhdoj pastaj Pamela me qëndrimin kundër. Suksese. Përshëndetje. Unë dua të them që AI është lëvizja e së ardhmes dhe është një hap në tutje teknologjisë së re. Gjithashtu dua të përmendej pak disa lëvizje të cilat vende aziatike si Kina apo Japonia kanë përdorur për kundër fatkeqësive natyrore. Për shembull, në Japoni ekziston një teknologji e cila përdor inteligjencën AI që quhet adaptive suspension. Dhe kjo teknologji përdor amortizator në pallatet edhe në testat japoneze për të përshtatur në vibrimet dhe ndryshimet që toka pëson gjatë tërmeteve, le të themi, ose shpërthime vulkanike, cila është një ndihmë jashtëzakonisht shumë e madhe dhe që shpëton jashtëzakonisht shumë jetë. Gjithashtu edhe në përditshmërinë tonë ne kemi AI në muzikë ose në kinematografi, e cila na jep një eksperiencë më të re, një eksperiencë të së ardhmes, dhe gjithashtu një eksperiencë e cila ndihmon njerëzit që të kënaqen, duke u munduar më pak. Gjithashtu ne shohim që në kinematografi kemi dhe shumë humbi jete, ose gjithashtu dhe në ndërtim që folëm për Kinën dhe Japoninë kemi shumë humbi jete të punëtorëve të cilët rrezikojnë jetën e tyre. Ndërkohë që me mënyrë robotike është më thjeshtë që ne të punojmë dhe të mos rrezikohemi. Gjithashtu do të përmendja pak dhe teorinë e tipive të civilizimeve dhe do të thoya që njerëzimi nuk mund të bëhet asnjëri civilizimi tipi 2 nëse nuk arrim të përdorim resurset tona në potencialin e tyre të plot, siç është gjithashtu edhe robotika dhe AI.
që ne të shkojmë në civilizim i tipit të 5, duhet që ne të jemi të aftë që të përdorim diellin ton sipas dëshirave tona për të përdorur energjinë. Nëse ne për momentin jemi akoma i civilizim, jo i tipit parë, po 0.9, do thotë që përdorimi i AI-t në potencialin e maksimal do të animojë të jashtëzakonisht shumë për të ecur përpara. Gjithashtu do të përmendja pak edhe lëvizjet të kompanive të mëdha të tjera, të AI-t, siç ishte Coca-Cola, e cili krijoi një pije të saj, të bërë në një Përshëndetje, respektoj mendimin tënd, por nuk ndaj njëjtin mendim. Atëherë, inteligjenca artificiale patjetër që është kryefjala e ditëve të sotme. Po nga ka ardhur kjo inteligjencë artificiale? Nga vetë njeriu. Jemi ne të cilët e kemi krijuar atë. Po të mendojmë, po ta shohim në një prizëm tjetër me një sy më kritik, pas disa dekadash kjo inteligjenca artificiale që ne kemi krijuar, në fakt, nga ajo ndihmesa që po na jep aktualisht në jetën tonë, do të marri totalisht drejtimin e jetës sonë. Po e marr fillimisht nga arsimi, që nga moshat më të hershme. Të gjithë bashkëmoshatarët e mi, në ditët e sotme, nuk mund të qëndrojnë dot larg teknologjisë. Sigurisht që kjo ka aspektet e saj pozitive, po kjo inteligjenca artificiale po krijon varësi. Të gjithë bashkëmoshatarët e mi sot, në çdo moment, për një detyrë, për një projekt, për çfarë do lloj gjëje që të kenë, do përdorin inteligjencën artificiale. Në pamje të parë duket si një ndihmëse thjesht, sepse dikur mund të përdorin libra për resurse të tjera, po sot përdorin diçka të tillë. Por në fakt nuk është e tillë. Pse mendoj këtë gjë? Sepse pas shumë vitesh, i gjithë brezi që sot po edukohet dhe gjitha brezat në vazhdim që do të përdorin teknologjinë, në fakt nuk do të kenë të njëjtën nivel përgatitje, të njëjtën mënyrë të menduari, do të jenë shumë herë më pasiv. Më do doja të bëja një pyetje për të gjithë këtu që jemi në sallë, edhe për Jurin. Nëse do të kishit një problem shëndetësor ose diçka, si do donit? Do donit që të shkoni te një mjek i cili nuk ka iden dhe nuk ka lidhje fare me shëndetësinë? Faleminderit. Të lëvizjeve, si ta themi, argëtuese të kompanive të mëdha, gjithashtu unë doja të cekja pak dhe AI në kuptimin. Historianët shpesh herë thonë që në mima të gëzimit është djegja e bibliotekës Aleksandrisë në vitin 395 nga romakët, e cila përmbante inteligjencë dhe informacion nga të gjithë brezat. Ju thatë që njeriu ka krijuar inteligjencën artificiale apo jo? Por jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtën inteligjencë, jo të gjithë njerëzit kanë emocion. Nëse ne arrinim që të rindërtojmë, në thonë le të themi bibliotekën e Aleksandrisë, në mënyrë moderne dhe të pashkatshme, do të jetë një shpikje dhe një ndihmë shumë e madhe në gjendje. Ne do të rikuperojmë dëmin më të madh për njerëzit. Gjithashtu përveç kontekstit historik, do ta përmendja pak edhe kontekstin mjekësor. Ja është përdorur në shumë spitale të ndryshme, sidomos në Kaliforni dhe në New York në Amerikë, për të krijuar edhe për të për krijuar një lehtësi të kirurgëve dhe për të bërë operacione të jashtëzakonisht shumë të vështira me anë të robotikës, e cila nuk mund të gabojë. Gjithashtu do të përmendja pak edhe sistemin Quattro tek makina Audi, i cili pastaj në 2020 me linjë e-tron implementuar AI në sistemin Quattro, pra në amortizatorët e saj, duke bërë udhëtimet me makinë më të sigurta. Nëse shumë kualitet e makinash ose avionësh do të çdo lloj transporti do ta implementonte AI dhe robotikën në këtë mënyrë siç e ka implementuar Audi, udhëtimet e mëngjesit do të ishte më mirë dhe shumë raste fatkeqësisht, të cilat ne mund të implementojmë vetë tona nuk do të ndodhi. Patjetër që diçka e tillë vlen, po mos harrojmë se ka momente që inteligjenca artificiale nuk e ton drejt së duhurës. Ka momente që na keq informon. Si nis ky keq informim? Që thatë të kirurgët kanë përdorur teknologjitë fundit. Po mund të ndodhë që në një moment, sepse unë po e marr pak në aspekt personal, se do më pëlqen mjekësia dhe aspiroj diçka të tillë, ka momente ku mund të ndodhi që te në atë moment nuk e nxjerr të dhënën e duhur dhe operacioni dështon. Çfarë ndodh me pacientin? Ndron jetë. Nga erdhi kjo gjë, nga teknologjia. Jam e sigurt se nëse edukimi do të ishte marrë i duhur që në fillim, dhe nëse nuk do të ishim lidhur, nuk do të ishim kapur kaq shumë pas kësaj teknologjisë, nuk do kishte ardhur diçka e tillë. Përmendet dhe pjesën e muzikës. Krijon pasivitet. Shkëputen nga bota reale. Ne krijojmë atë fluturën tonë dhe jemi brenda asaj fllucke ku kemi vetëm atë teknologjinë. Më fal.
A nuk ekziston familja, a nuk ekziston shoqëria, nuk ekziston jeta jashtë atij kompjuterit, jashtë atij ekranit të teknologjisë. A nuk ka një jetë më të bukur jashtë? Pse duhet të lidhemi kaq shumë pas diçkaje që në fakt mund ta bëjmë ne shumë? Pse duhet ta zvendësojmë atë punën tonë? A ndihemi në kritik? Mos harroni se teknologjia ul kreativitetin e njeriu. Se nëse unë do të merra të bëja një detyrë, një projekt ose diçka, nuk do të lodhem ta bëj sepse do të them e marr nga ChatGPT-ja që është një nga mënyrat më të përdorshme në ditët e sotme. Përdor inteligjencën artificiale. Faleminderit. Për sa i përket aspektit mjekësor, që prej luftës së dytë botërore dhe vitin 1970, 95% të rasteve me tumorë në tru ishin fatal. Pra mjekësia nuk ishte mjaftueshëm burime apo nuk ishte mjaftueshëm teknologji për të shpëtuar njerëzit. Pas në vitin 1990 përdorua teknologjia e MIT dhe pas u zbulua lobotomia, cilat janë dy lloje teknologjish që nuk përdorojnë AI, ama e ngritur nivelin e suksesshmërisë së operatorëve të turit me 37%. Çfarë do të ndodhte nëse ne përdorim AI në këto thash? Ju thatë që kompjuterat mund të bëjnë një gabim ose mundet që të ndërhyjnë një gabar në operacion. Unë mendoj se nuk është e vërtetë, për shkak se teknologjia tashmë e tetuar suksesin e saj. Kam tetuar që ne mundet që të shpëtojmë diçka mortru dhe madje me AI mund të shpëndesim të tjera pashërueshme si kanceri ose si hemofilia, ose të tjera të cilat tashmë njerëzit nuk e ka teknologjinë dhe inteligjencën e dur për të shpëtuar, ama më vonë ndodhi. Sa njerëz e kanë, si ta themi, kanë qenë kundër për vaksina na Louis Pasteur për shembull. Ne shikojmë sot që gjithë vaksinohemi dhe jemi le të themi 100 herë më të mbrojtur se sa njerëzit në 1870. AI gjithashtu mund të ndihmonte për prodhimin e vaksinave të tjera dhe për çrimin e sëmundjeve të cilat ndryshojnë. Gjithashtu përveç mjekësisë doja të përmend pak një fakt tjetër shumë të rëndësishëm për sa i përket pasivitetit të njerëzve në shkollë. Cambridge që i 93. Për sa i përket pjesës se infeksionet janë trajtuar apo kemi marrë një informacion më të mirë nga AI, kjo nuk është e vërtetë, sepse pikërisht si që e ka diçka tjetër. Le ta marrim këtë temë, le ta trajtojmë në aspekt global. Të gjitha vendet, pavarësisht se thonë se për shkak të inteligjencës artificiale do kishin një rritje ekonomike, në fakt nuk ishte diçka e tillë. Shumë profesione do të zvendësoheshin. Çfarë do të thotë kjo? Do të sillte papunësi. Çfarë sjell papunësia? Varfëri. Familjet sot në gjithë botën kanë të ardhura le të themi mesatare, po kemi vende që kanë temperatura shumë të ulta. Dhe kjo papunësia do të çonte në katastrofë globale. Nëse në vitin 2020 ne përjetuam pandeminë e COVID-19, do ta përdoria në thonjza një lloj pandemie varfërie. Pra do të ktheshim kjo inteligjencë artificiale që do të na çonte sheku para, në fakt do na ktheshë në periudhën e mesjetës, ku do të ndodhin krime të shumta. Pra papunësia e varfëria do të sjellë rritje të kriminalitetit. Nga ana tjetër, patjetër që ka informacione të gabura. Pas sa vitesh ndodhi hakerimi i gjithë sistemit dhe të gjitha të dhënat personale të individëve janë marrë. Çfarë është? Ne po ta shohim edhe në ditët e sotme që në moment që përdor telefonat, ato të dhëna personale që ne japim herën. Kjo është një përdorim i diçka tonë personale, private. Doja që të citoja pak pasiten që dhe aty thoja që Universiteti Cambridge që për vitin 2023 ka implementuar në semvënien AI si një shabllon i neve na dimon që të studiojmë. AI si një mësues. AI si diçka që ne na mëson, diçka që janë informacion që një indikator mund të mos ta ketë shumë mësuesi jon. AI ka shumë probleme, është e vërtetë. Ama unë përsëri qëndroj pro AI sepse e kam. Ne të themi pika shumë do të ndihmojnë neve si në aspektin shëndetësor, si në aspektin e fatkeqësive, por ashtu edhe në aspektin e sënës. Pse ne duhet ta përdorim AI patjetër si shabllon? Kjo është zona personale. Është zona që ta përdorim, ama e shoh se ai ta përdorim në tonë si një mësues dhe si një burim shumë të sigurt emocion, atëherë dhe në këtë mënyrë civilizimi mund të shkojë para. Është një çështje që rreth 95% informacioni që jep është i saktë. Shumë informacion si OpenAI dhe ChatGPT kanë finalizuar shumë imësishëm, cilët filtrojnë informacionin që ty të vjen në mënyrë shumë të saktë, tani nga informacioni ty më të saktë. Gjithashtu në çfarë ne që të ecim mbrapa teknologjinë. Çfarë do të ndodhte ne? Çfarë do të ndodhte nëse të themi ecim një hap mbrapa? Një hap mbrapa njerëzimi ka bërë tashmë. E ka bërë një hap mbrapa në kohën e mesjetës. Njerëzit janë shkencës për të afruar më shumë mësimeve të tyre tradicionale. Kjo është një gjë. Të gjithë historianët thonë që në gjatë mesjetës, të themi
ishte një fatkeqësi shumë e gjatë klasës njëri. Që i lindjes, njerëzit kuptuan që shkenca dhe si përpara ajo që e bën njeriu të ketë. Përdojë një gabim, e bën për të tërë, që e të faqë si e jopja. Në qoftë se ne nuk do të zgjidhim inteligjencën artificiale, nuk do të ktheheshim në sjet. Njerëzit do të shkëputesh nga diçka që krijon asgjë tjetër veç se vartë ekran. Unë personalisht do të uroja që bashkëtarët e mi, të gjithë njerëzit, jo të mos ta përdorin teknologjinë se është diçka që është domosdoshme dhe e pashmangshme në ditët e sotme, por do doja që të shkëputnin atë kontaktin e tepërt prej saj. Përdorimi i teknologjisë mund të ilustrohet me një film. Ndonjëherë është një thënie Ernest Hemingway që ngjarjet e dhëna në libra dhe në filma bën realitet. Dhe pikërisht film që është bërë në 2016 i titulluar Idiokracia e ilustron si gjë më bukur se gjithçka tjetër. Në film tregohet pikërisht për fenomenin e inteligjencës artificiale. Çfarë ndodhi? Fillimisht njerëzit e pritën si gjën më të bukur, si diçka që do të sillte ndryshimin, që do të sillte si një revolucion, sepse ne aktualisht jemi në epokën e revolucionit teknologjisë. Por pas 20 vitesh, pas 30 vitesh, pas një gjysmë shekulli, shohim totalisht një botë krejtësisht tjetër. Njerëzit ishin aq shumë varësi ndaj kësaj gjëje sa që kishin humbur totalisht kontaktin me realitetin. Nëse do të merrnim një libër që është shkruar gjatë periudhës së rilindjes, librin e Don Kishotit, nëse ai u fiksua pas patologjisë së librave, ne po bëjmë të njëjtën gjë me teknologjinë. Le të kujtojmë se çfarë ndodhi në fund tek ai. Një fund mizor, por në fund u pendua që ishte fiksuar aq shumë pas patologjisë së leximit të librave. Dhe me bindur se dhe ne pas shumë vitesh, nëse nuk dëgjojmë për diçka të tillë, ti hedhim syt në vetja, sërish do ndodhe një ta gjë. Faleminderit. Është momenti tani që Juria të bëj vlerësimin, kështu që do t'ju ja, nuk e di, ka ndonjë sallë këtu ku mund të postojmë ne? Pa që nevoja të dalim gjithë jashtë. Në brava. Ku? Ti? Jo në tualetet. Okej, prima. Shihemi pas pak. Okej, janë akoma ndezur edhe unë kam bërë përshëndetje, jam kënaqur. Vesa, sa po mbaroj dhe ja ke qiro.
Pse duhet nisi me njërë të konkursi ta filloj vetë? Ha? Çik më tut. Si vazhdo, vetëm thjesht me sipas po, me traditja sipas vitit. Po e di. Vazhdojmë vetëm mua linjën prisit i lexoj arjes në to që keni shkruar. Lideri Prova.
Një, dy, tre, provat. 1, 2, 3, 4, 5. Pas orës 4.
Mirë, mbaj pak qetësi, lutem. A jeni kurioz, dini pikët? Jo? Okej. Jo? Okej. Askush nuk është i Kështu që përshtypjet e mia janë pozitive, për sa më takon mua si jam gjykatës dhe shumë mirë që nuk jam. Por ajo çfarë dua të them që ishte një debat sidomos debati i liderave. Ajo çfarë nuk më pëlqeu ishte ishte gjatë gjithë kohës duke biseduar me njëri tjetrin, edhe të janë një nga rregullat kryesore i takon format. Kështu që nëse do t'jeni në fazën tjetër, do t'ju këshilloja dhe do t'ju kërkoja që të evitoni bashkëbisedimet gjatë një debati. Liderat e skuadrave ju nuk keni minimalisht respekt për ata, ti dëgjoni të paktën, në mënyrë që të merrni një rezultat ndoshta edhe më të mirë për sa i përket takimit të ardhshëm. Tani, e di ma ju do në takimet e ardhshme se varet gjithmonë nga sistemi i pikëve, dhe në këtë fazë sikurse e përmenda edhe pak më parë, nuk ka të eliminuar, që do të vetëm një pikëzim. Dhe mbasi të kemi përfunduar fazën e debateve rajonale, do të zbulojmë se cilët janë 16 finalistët. Por që të jesh finalist do të thotë që të kesh respektuar sa më shumë kriteret që gjatë trajnimit me siguri mësuese Aida, profesoresha Aida më saktë, i ka cituar dhe përpos faktit që është një lojë dhe ne e kemi sjellë në formë kampionati, është shumë e rëndësishme që ne të jemi të dalim prej bankave të shkollës, qytetarë të denjë edhe të përfaqësojmë sa më mirë si qytetin ashtu dhe shkollën, por mbi të gjitha vetveten. Tani është fjala për Jurin. Atëherë, përshëndetje, ju uroj suksese të dy shkollave për pjesën e diskutimit, debatit që realizuar. Niko ju bëri një pyetje të interesuar të dini pikë. Por përpara se të arrini tek pikët, do citojmë disa gjëra dhe pozitive në një farë mënyrë përsa i përket pjesës së argumentimeve që ju dhat, por duke ju vendos në pa edhe disa problematika që mendoj që janë të evidentueshme edhe nga ana juaj, edhe pse i pranoni apo nuk i pranoni. Por gjithsesi unë mendoj që sipas një strukturës e debatit, siç e tha edhe Niko që e keni bërë edhe trajnimin me profesoresh Aida, mendoj që keni mësuar disa rregulla kryesore. Atje po nis nga lëvdatat, nga përgëzimet, ju përgëzoj të dy skuadrave për pjesës së argumentave që dhat në diskutimin dhe në debatin shqetësi, por ishte shumë emocional. Në momentin që ju pushtojnë emocionet, ju bie ajo petku i harresës, le të themi, për sa i përket fakteve. Nuk përdorët shumë fakte, nuk përdorët shumë argumente, por gjithsesi ishte një diskutim sepse kishit vëmendjen në njëri tjetrin dhe ishte i përgatitur. Dua të ndalem pak tek Sami Frashëri, shkolla e Sami Frashërit. Në veçanti dua të përgëzoj dy nga studentët, që është djali i 4, që është ulur dhe vajza e 3, sepse në bazë të shënimeve që edhe ne mbajtëm, ishin shumë të saktë në mënyrën e argumentimit. Jo që pjesa
grupit nuk ishte, por ishte evidentueshme pjesa e saktësisë në të dhënat të argumentuan, ju përgëzoj, gjithashtu edhe në nivel grupi. Ndërsa për sa i përket Abbas Shehut, gjithashtu ishte element duke nisur nga lideri, ishte element goxha artikulues shumë të mirë, shumë të saktë, por të dy grupeve do të kisha shumë vëmendjen vetëm për një gjë, sepse diskutonit në momentin që shoku juaj po fliste. Diskutonit me njëri tjetrin brenda grupit, domethënë të dy kishit këtë problematikën, por një nga pikat kryesore të debatit, siç e kemi thënë, është pjesa e kulturës së debatit dhe duhet të respektojmë patjetër shokët në momentin që flasin. Përsa i përket humorit, në disa momente përdornit humorin, në disa momente tjera ju stepeshit totalisht, nuk e di pse trembeshit, tonaliteti, pjesa e vetbesimit. Në momentin që ne argumentojmë, duhet kemi edhe pak posturën e vetbesimit, apo jo? Sepse është një ndër pikat kryesore. Shumë mirë që e sollet Shqipërinë në fokus, që sollet edhe pjesën ndërkombëtare, por u fokusuat pak si shumë tek Shqipëria, gjithsesi ju përgëzoj sepse e keni studiuar dhe e dini shumë mirë pjesën çfarë po ndodh në Shqipëri kohët e fundit me dy çështje dhe dy tematika që ju kishin. Tani për pjesën e debatit të parë, ju përgëzoj për pjesën e mënyrës se si e dëgjua dhe ishit të vëmendshëm sepse pyetjeve ju përgjigjet, pyetjeve që u realizuan nga njëri grup edhe nga grupi tjetër, por duhet të ndaj pak edhe tek liderat. Te liderat, unë kam mbajtur disa shënime ekstra nga ajo fleta. E nis me shkollën në Abbas Shehu me Emanuelin. Atëherë, më pëlqeu jashtëzakonisht saktësia e fakteve që ti solle. Shifrat, fakte, ishte shumë korrekt, pjesa e krahasimit. Madje ju përgjigje shumë mirë edhe pyetjeve retorike që tu bën nga Pamela. Ishte goxha korrekt, me një vetbesim në pjesën e tonalitetit të dhe u tregove shumë i saktë. Ndërsa përsa i përket pjesës së Pamelës, pjesa e argumenteve logjike, domethënë ndoshje një linjë logjike shumë të saktë, përdore edhe eksperiencën dhe pjesën emotive, eksperiencën tënde personale, përsa i përket të dhënave që ti dhe, por do kisha vetëm diçka që të shtoje, që ishte pjesa e fakteve, duke qenë se ti i zotroje, i lije, domethënë i përmendje, citoje, por nuk i zgjeroje. Kështu që në ta kesh për diskutimet e tjera, që të përdorni sa më shumë pjesën e argumentimit të fakteve, sepse do ju ndihmoj. Të dyve ju përgjigjet ishit shumë të mirë të dy, e respektonit njëri tjetrin, pastaj grup tjetër, por ju të dy e respektonit njëri tjetrin në momentin që diskutonit dhe me njëri tjetrin dhe komunikimi ty ishte ajo gjëja që doli në pas, sepse ishit sinkron që të dy. Ju përgëzoj, shumë suksese. Të gjitha këto gjëra që unë i listova duhet i merrni parasysh edhe për debatet e tjera, ti përmirësoni. Ajo që është e rëndësishme, ajo që tha edhe Niko, të respektoni njëri tjetrin sepse është pika kryesore. Në një grup duhet të ecim të gjithë bashkë. Jo vetëm njëri ose dy persona, por të gjithë bashkë, sepse bashkimi i mendimeve sjell argumenta më të sakta, më të plota dhe ju çon juve në rrugën që të ecni më para, jo vetëm në pjesën e debatit, por në përgjithësi duhet jeni kompakt me njëri tjetrin. Ju falenderoj dhe shpresoj që të mbeteni të kënaqur edhe nga pjesa e pikëzimeve tona. Shumë suksese që të dy shkollave. Edhe tjetër se dua ta citoj edhe këtë pjesën, vlen të përmendet edhe pjesa e punës që kanë bërë mësueset e të dy gjimnazeve, sepse dukeshte që përgatitja dhe përkushtimi i mësuesve u reflektua edhe në përdorimin e gjithë fakteve dhe shifrave që u dha. Mirë. Aritmeti është një rrugtim që kemi 8 vite që ne e bëjmë. Mirë. Në rrugtimin tonë prej 8 vitesh në Ridebate, kemi hasur dhe problematika të tilla, po dhe problematika të tilla zysha, kështu nuk ka problem, ne i pranojmë të gjitha. Është një respekt në momentin që
kemi sjell këtë rrugtim, e kemi sjell me idenë që të bëjmë një ndryshim tek brezat e rinj. Dhe mua më vjen mirë që ky rrugtim i gjatë që ne kemi bërë ka nxjerr breza si ju sot, që sollët një debat shumë konstruktiv, shumë faktik, me fakte, argumenta, shtjellime, shumë të sakta. Dhe kjo është një përgjegjësi që është besuar zyshave tuaja, por është edhe një vlerë e shtuar që ju sot parashtruat. Dhe më vjen mirë që nxënës, si puna juaj, t'i dedikohen akoma më shumë nga koha e tyre kulturës së debatit. Unë ju uroj shumë suksese, i përgëzoj zyshat për gjithë punën e mirë që kanë bërë dhe punoni më shumë për fazën tjetër. Suksese! Përshëndetje, unë do e nis me një shprehje duke qenë se një nga autorët e mi të preferuar është Sami Frashëri. Do e nis me një shprehje të tij që thotë bukuria e njeriu përbëhet nga bukuria e fjalëve që flet. Dhe në debat kjo ka një rëndësi shumë veçantë. Do doja që t'ju këshilloja që t'i merrni të gjitha këshillat që dhanë dy koleget e mia, në mënyrë që ju të ecni edhe të keni progres dhe debat shumë konstruktiv në fazat e tjera, nëse do jeni pjesë e përzgjedhjes në 16-shë. Nuk do zgjatem as pak sepse u thanë të gjitha. Dua vetëm t'ju falenderoj, t'ju përgëzoj dhe t'ju inkurajoj që të vijoni kështu na personalisht na dhuruat ndoshta një nga debatet më me kulturë që unë mund të kisha dëgjuar, sidomos në debatin në nivel liderash. Du t'ju them të dy liderave që shumë urime dhe shumë suksese. Nuk po zgjatem më, po ju jap pikët. Atëherë shkolla e mesme Abaz Shehu Tepelen ka arritur të mbledh 225 pikë, ndërsa shkolla e mesme Sami Frashëri Përmet ka arritur të mbledh 233 pikë. Urim. Pra rezultati është Abaz Shehu me 225 pikë dhe shkolla Sami Frashëri nga Përmeti me 233 pikë. Suksese, mbani vath në vesh ato çfarë ju tham, në mënyrë që t'jeni edhe më performues në debatet e tjera. Qa do të thotë që në këtë moment ju në bazë të pikëve jeni të dyja si shkolla në 16 deri tani. Çdo gjë mund të ndryshojë rrugës. Kështu që kjo është pozitive. Deri në këtë pikë ju jeni, nuk e dim çfarë ndodh me debatet e tjera. Jeni me pikë të larta, pra renditeni tek shkollat që kanë pikë të larta deri në këtë moment. Do e hedhim këto ditë, sepse jemi duke bërë këtë fazën dhe jemi duke udhëtuar dhe ne dhe nuk kemi pasur kohë materiale për të bërë përditësimet në rrjetet sociale. Faleminderit, mirupafshim.